Gjykatës, ju lutem, çoni për një çast në këmbë. Generali Wesley Clark rikthehet për UÇK-n. Ai sot dëshmon pro ish presidentit Hashim Thaçi në Hag. Wesley Clark, ish komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s në Evropë, filloi sot dëshmi në procesin gjyqësor që është duke u zhvilluar në Hag ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Ish generali nisi dëshminë e tij si pjesë e mbrojtjes së Hashim Thaçit. Ai tha se asnjë person në zinxhirin komandues të NATO-s nuk kishte marrë ndonjë informacion se konflikti armatosur kishte vazhduar pas qershorit të vitit 99. Ai gjithashtu do të përshkruaj se ishte i vetëdijshëm për valën e dhunës në verën e vitit 99 pas kthimit të refugjatëve në Kosovë dhe ia atribuon dhunën faktorëve të ndryshëm, përfshirë urrëtitjen, hakmarrjen, gjakmarrjet dhe bandat kriminale. Clark do të përshkruajë po ashtu ndër veprimet të ndryshme që ai kishte pasur me UÇK-n, me delegacionin kosovar në Rambuje dhe me Hashim Thaçin konkretisht. Generali po ashtu deklaroi se ushtria e çlirimtare e Kosovës ishte një ushtri e përbërë nga persona të vetë organizuar dhe të motivuar për pa komandë dhe kontroll të qartë. Ai sipas deklaratave të mëhershme të dhomave të specializuara pritet të jetë dëshmitari i fundit pas të cilit procesi do të kalojë në fazën përfundimtare përpara shpalljes së vendimit nga trupi gjykues. Komandanti Clark drejtoi fushatën e bombardimeve të NATO-s në Serbi në vitin 1999 dhe pritet të jetë dëshmitari i kyç në procesin gjyqësor të Thaçit dhe të tjerëve.